Me blegtori, kena 26 copë. Këto janë ndërtume me gur, mas me humbë traditën e vjetër, që fëmija të vinë edhe të punojnë në vendin e tyne. Unë jam e martu me këto, 45 vjetë. Jena morë, i herësa ishte me fjallë si ka kenë punë e kooperativave, kena kenë ashtu në punë. Kur doli demokracia, jena morë ishte me bakti. Kam 2 vajzë, 2 djema, 2 burë e gru. Jena marë me lopë, me blegtori komplet. Të shtim, djemë të fëmija u rritën, shku në emigrim. Si çdo prind si ashtë i varfër për fëmijën e vetë, edhe na një ashtu. Na lini ideja që fëmija të ndërtojmë këtë blegtori, edhe të bujtina jam shtetë më në blegtorisë, që fëmija të vinë edhe të punojnë në vendin e tyne. Ata të punojnë në vendin e tyne, na knoqen edhe ne si pleq. Me çfarë hapësirët. Të shti, fëmija kanë punu, njëri ka 13 vjetë në Angli, tjetri ka 10 vjetë. Edhe ato kanë punu atje, po kanë punu edhe në këto. Mendimin atyne, edhe tonë, në bashkëpunim me çdo gjë, kanë bo stadën e deleve. Të shti, bashkan gjitur stadë deleve të po e curin e fshatit, e curin që edhe mrizi kësaj zone, hajtë thonë për nërtojmë edhe këta bujtina, që fëmijat të vinë të punojnë këto. Këto janë nërtume me gur, mas me humbë traditën e vjetër. Çdo gjë me fjalë është nga tradita. Edhe nërtimi këto, edhe ushqimet, edhe të tona janë vetëm traditës të zonës. Edhe pjesa mbrëmshme është komplet dru. Edhe bujtinat janë komplet dru. Janë 5. Edhe një është dhoma ngrënies, e mëngjesit. Turistët është kur vinë këto, ato me full drejtën kënaqen. Kënaqen se edhe shohin edhe hanë, edhe shohin blegtorinë, shohin delet, nga dhoma ngrënies. Për mëngjes ofrojmë ushqimet tradicionale si ka zona jonë, si kur është petull, byrek, me kos, me qumsht. Si kur bëhet byreku, i bëjmë petët vetë, lakuris që i thonë ana jonë për shembull, po përpeq me kungull të verdh, edhe me vezë, e qanë të djathë, sallam, edhe gjana tjera, lang sheget, që kena është baza me fjallë, jo pije tjera, që qesim për klientët kush vjen, për turistat. I falenderoj gjithë kush ka ardhë, na kanë lënë pa fjallë të tonëve, për mikpritjen që është bë, edhe për mikpritjen ngrohtësinë, edhe për vendin, për të tona, që të thonë, jena pa fjallë. Kanë qenë nga vendet ndryshme. Edhe nga Anglia, Franca, Gjermania, Italia, kanë qenë shumë. Edhe nga ana jugut kanë qenë shumë. Ne këto e menaxhojmë vetë, si familje, me vajzën, me nipin, me mesën. Për mu është shumë knesi që punoj këto. Nena edhe mi moshë, për shembull, ne ato shku të 70-ët, edhe po është shumë knesi se punoj për vedi, më jep shumë knesi, më rrit jetën puna këto. Edhe grave tjera këtë mendim ju jep, të tanave, po të pas parasysh se kanë ikë në emigrim, këtu kanë me vetëm pleqnia dhe nuk di që me thonë. Po mu për shembull jep shumë knesi. Me blegtori, kena 26 copë. Kena edhe 26 copë kena dele, me qingja, po ata bëhen dele me fjallë, me kalimin e kos, deri ka viti i ri. Po, kena edhe 2 kokra, 2 edhe 1 dhij. Qumsht, djathë, vezë, gjalp, janë prodhim krejt bio, joni, që i bëjmë edhe ushqimet të tonë i bëjmë ata. Është një gjë shumë e veçantë, është një kënaqësi shumë e madhe. Kjo nuk është një uftë si zonë. Herojt e vjetër, atë gjë është fishta. Edhe aja është heroj vdekun, po janë këta herojt e gjallë që e kanë dhënë shumë prioritet fishtës. Po, fishta është një ndër 100 fshatrat që i ka dhënë jehon kësaj zone. Me bujqësi zakonisht merret burre. Një të kanë pas tankon, jo tash me hapjen e bujtinave. Edhe këtu me blegtorinë, për shembull, këto dele tonë i mieli vetë, po, burri edhe unë, që i mashtrojmë, si i japë me hangër, po.
Natën të shti unë filloj pikës pare tash që do të merra me ushqimin e mëngjesit për turistët.